Si pasojë e rreshjeve të dëndura që kanë rënë gjatë gjithë ditës së fundit, në aksin rrugor Ura Shtrenjtë Prekal janë regjistruar rrëshqitje të konsiderueshme të gurëve dhe inerteve nga shpatet e malit. Në disa segmente të rrugës është krijuar një terren i rrezikshëm për qarkullimin e mjeteve, pasi ekziston rreziku real që ata të rrethshashin. Po ashtu dhe këmbësorët janë të ekspozuar ndaj rrezikut të goditjes nga gurët gjatë lëvizjes së mjeteve. Ky aks rrugor ka një rëndësi të veçantë pasi përveç se shërben për lëvizjen e banorëve të fshatrave Ura Shtrenjtë dhe Prekal, është një nga dy rrugët kryesore që lidhin krahinën e Dugaxhinit me qytetin e Shkodrës dhe Anasjellas. Për këtë arsye ndërhyrja menjëhershme e Bashkisë Shkodër për pastrimin e rrugës nga inertet dhe gurët si dhe riparimin e dëmtimeve të mundshme është e domosdoshme. Përmirësimi i kushteve atmosferike gjatë 48 orëve të fundit ka krijuar kushtet e duhura për të ndërhyrë me mjete dhe punëtorë në terren. Sa më shpejt realizohet pastrimi, aq më shumë do të reduktohet rreziku i aksidenteve dhe do të normalizohet qarkullimi i mjeteve. Në këtë periudhë e në vazhdim me rreshjet, kujdesi dhe mirëmbajtja e kësaj rruge kërkohet përditshëm, pasi zona karakterizohet nga rreshje të shumta, të cilat shpeshherë sjellin rrëshqitje të përsërituara të materialeve të ngurta. Bashkia e Shkodër mban përgjegjësi për garantimin e sigurimin dhe pastrimin periodik të këtij aksi, në mënyrë që të sigurohet një qarkullim i sigurt dhe i pandërprerë për banorët e zonës dhe për të gjithë përdoruesit e kësaj rruge.